Pranvera është shoqëruar nga rishje të shpeshta dhe të rrëmbyeshme që kanë shkaktuar edhe dëme në bujqësi. Por vera e këtij viti, sipas portalit meteorologjik të specializuar Severe Weather Europe, vjen me një motë më të thatë, më të nxehtë dhe potencialisht ekstrem, veçanërisht në gjysmën e dytë të sezonit. Edhe pse parashikimet afatgjata nuk konsiderohen në përgjithësi tërësisht të besueshme, ekspertët kanë arritur në një konsensus sa i takon modeleve globale, të cilat afrojnë pak a shumë të njëjtën panoramë. Temperatura mbi mesataren, mungesë rreshjesh dhe rritje e rrezikut nga valë të nxehta. Pranvera e 2025-s është karakterizuar nga një presion i theksuar atmosferik, që formoi presion të lartë dominues mbi veri-perëndimin e Evropës. Ciklonet e shmangën pjesën tjetër qendrore të kontinentit, duke u përqendruar kryesisht në rajonet jugperëndimore dhe verilindore të tij. Rezultati ishte i qartë. Pjesa më e madhe e Evropës regjistroi temperatura mbi mesataren sezonale, ndërsa më shumë rreshje u regjistrua në jugperëndim dhe pjesërisht në jug të saj, ndërsa pjesët veriore dhe veriperëndimore ishin të thata. Këto kushte tashmë kanë shkaktuar shqetësim për vazhdimin e trendit të thatësisë gjatë muajve të verës. Fillimi i verës, nga sa thonë meteorologët, mund të jetë relativisht i qëndrueshëm. Megjithatë, Evropa perëndimore dhe jugore mund të presë temperatura mbi mesataren që në muajin qershor.